Situata e virozave në qytetin e Vlorës paraqitet aktualisht e qetë dhe me tendencë në rënje. Shefi urgjencës së Spitalit Rajonal të Vlorës, Veron Beja, bën me dije se fluksi vizitave ka ardhur duke ulur krahasuar me periudhën e fundvitit dhe muajin janar, ndërsa shërbimi në urgjencë vijon normalitetin dhe pa mungesa. Grup moshat që paraqiten më shumë në urgjencë sipas mjekut Beja janë moshat e treta, të cilat janë dhe më me risk. Situata për sa i përket virozave është një gjendje, një ngarkesë normale. Fluksi i vizitave vazhdon, por shikojmë që është drejt rëndjes. Nëse gjatë muajit janar, dhe fund dhjetorit ka pasur një fluks shumë të madh të vizitave, mbi 120, 130, 140 në këto raste, tani numri ka ardhur duke u paksuar. Grup moshat janë përsëri gjithmonë siç kanë qenë dhe para vitit ri dhe në sezonin që ishin në pikë janar. Kryesisht janë moshat e rritura. Në moshat e rritura presupozohet gjithmonë që ata kanë dhe probleme shoqëruese, sëmundje bashkëshoqëruese që gjithmonë duhen trajtuar me kujdes. Kujdesi nga ana e stafit mjekësor dhe nga ana e personelit infermieror, gjithë stafit, qoftë të urgjencës 127, qoftë dhe personelit të urgjencës të spitalit, është në maksimumin e mundshëm. Gatishmëri për kushtim dhe zgjidhje rast mbas rasti. Rastet ditore kanë ardhur duke ulur, sepse bëhen dhe vizita, pothuajse vizita ambulatore. Këtu e kemi bërë dhe një apelin që normalisht ndërgjegjësimi i mjekëve të familjes, mjekëve të lagjeve. Shefi i urgjencës së Spitalit Rajonal të Vlorës, Veron Beja, ka edhe disa këshilla për të gjithë qytetarët në këtë periudhë, të cilat sipas tij duhet të zbatohen për të mbrojtur shëndetin e tyre, por edhe të personave përreth. Mjeku Beja garanton që në urgjencën e Spitalit të Vlorës nuk mungon asnjë shërbim, e stafi është gati për çdo rast të mundshëm. Akoma më tepër dhe mjekëve që janë nëpër fshatra duhet që normalisht për një vizitë të thjeshtë ambulatore mos ta drejtojnë me njëherë në spital, në urgjencën e spitalit, sepse dihet që spitali ka ka rastet më të mëdha dhe ka pret dhe përcjell të gjitha rastet e mundshme. Po nëse është një virozë e thjeshtë, nëse është një grip i thjeshtë, nëse është një inflamacion me 37,5, 38, nuk është e nevojshme që të gjithë ta drejtohen në spital. Ky ndërgjegjësim vlen. Dhe përsëri ne bëjmë apel që mjekët të tregojnë të kujdesshëm dhe në ato raste kur ka mungesë, sidomos në qendra shëndetësore të fshatrave, personeli mesëm, ndihmës mjek, personeli mesëm mjekësor. Jo, nuk ka pasur, nuk mund të themi, domethënë në ato raste që kanë qenë këto raste sporadike, shumë raste të veçanta, po që janë trajtuar me shumë seriozitet, me përkushtim dhe me kujdesin maksimal nga ana e mjekëve. Këshillat janë ato standardet që kemi thënë gjithmonë, të pinë sa më tepër lëngje, të pinë antipiretik dhe të shmangin ambientet e mbyllura. Klube, zona që shikohen ndeshje, zonat ku pinë dua dhe sidomos nëse janë në gjendje virale, të kenë kujdes moshat pediatrike, fëmijët e vegjël, 2, 3, 4, 5 vjeç, dhe moshat e thyra, gjithmonë flasim mbi moshat 65-70 vjeç. Janë më të riskuarit si në çdo rast sëmundjesh tjetër. Patjetër, urgjenca e Vlorës nuk ka pasur asnjëherë mungesë, domethënë edhe nëse kanë qenë gjëra shumë të vogla që normalisht janë përballuar. Po që është më se kompletuar me të gjitha pajisjet, stafin, ndihmën mjekësore dhe për kushtimi dhe ndihma jonë, nuk asnjëherë s'ka për të munguar. Do jemi gjithmonë korrekt, do jemi gjithmonë në shërbim njerëzve dhe me përkushtimin dhe ndërgjegjen tonë maksimale, qoftë humane, qoftë profesionale. Prej bluzave të bardha në Spitalin Rajonal të Vlorës bëhet me dije se situata mbetet nën kontroll dhe qytetarët këshillohen të ndjekin udhëzimet e mjekëve të familjes për rastet me pasoja të lehta në shëndet, e më pas t'i drejtohen Spitalit Rajonal të Vlorës.